Si është Kosova sipas teje 18 vite pas pavarësisë? Po 18 vite pas pavarësisë, Kosova veç është dashur me qenë në moshën e saj të pjekurisë. Çdo kom, zakonisht kur i bën 18 vjet, 20 vjet, sikurse edhe personi, kur i bën 18 vjet është konsiderohet i pjekur. Edhe Kosova maturinë e vet e ka treguar edhe atë pjekurinë e vet, mendoj para se me ardhë këtë 18 vitori, me rastin e veriu të Kosovës, marrin në kontroll të territorit, të gjithë territorit, ku përkundër kundërshtimeve ndërkombëtare, përkundër pengesave që kanë qenë prapë se prapë, ajo ja arriti me ushtru suverenitetin ndaj gjithë territorit të saj, dhe kjo është një shenjë pozitive. Ndërkohë që në 18 vjetorin e pavarësisë, Kosova akoma lëngon nga aspekti simbolik, sepse akoma të një pjesë e njerëzve, jo e vogël e njerëzve në Kosovë, ka dyshime nëse Kosova do të mbjetoj si shtet, ose duhet të mbjetoj si shtet e tjerë, sepse nisin nga epoka e rilindasve, të cilët kanë ndruar ose kanë projektuar si Sami Frashe që kudo që jetojnë shqiptarët në shumicë të kenë një shtet të vetëm dhe një kom të vetëm. Megjithatë, fati historik ka sjellë që shqiptarët mos të arrijnë atë projekt, e kanë arritur vetëm në një kohë, dhe ato në një kohë të shkurtër, në gjatë luftës së dytë botërore, kur pothuajse jo të gjitha, po pothuajse të gjitha qytetet e banuara me shumicë shqiptare kanë qenë brenda shtetit shqiptar, prej Ulqinit, Plavës, Rëzhajës, Bucisë, Tutinit, Novi Pazarit, Sjenicës, gjithë Kosova, Presheva, Bujanovci, Shkupi, Kumanova, Tetova, Gostivari, Kërqova, Resnja, Struga, Dibra, të gjitha këto në fund të vitit 1944 kanë qenë të bashkuara me Shqipërinë në një shtet të vetëm, por që përfundimi i luftës civile në Shqipërinë 43-44 bëri që sërish Shqipërisë të kthehen kufit që i kishte para vitit 1941. Prandaj, tani, po them, në aspektin simbolik, po çalon akoma, pikërisht për këtë, se një pjesë e njerëzve pra akoma s'kan heq dorë nga projekti i bashkimit i Shqipërisë. Po unë kisha pas një sugjerim të gjithë ata që janë, që më thonë, nostalgjik të atij projekti, ose që synojnë atë projekt, mos nisen për Kosovës. Le të nisen për Qamërisë, le të nisen për viseve tjera prej ku shqiptarët bëjnë jetën e minoritetit, prej Luginës Përshevës, prej Malit Zi, e jo prej Kosovës. Sepse Kosova, me shpalljen e pavarësisë, me fitimin e lirisë, e ka ratu veten. Nëse Shqipëria është e zoja me i bashku të gjitha këto treva, atëherë le ta merr edhe Kosovën. Po përderisa disa patriot thojza s'dojnë me shti brinat me Greqinë, s'dojnë me shti brinat me Malin e Zi, s'dojnë me shti brinat me Serbinë, a në anën tjetër, kur vjen punat e Kosova, aty e cenojnë pavarësinë e Kosovës edhe me fjalë, se me vepra jo, po kjo përbën një leksi edhe mendoj që është një diçka që vepron kundër interesit të Kosovës, po dhe kundër të interesit të shqiptarëve si etni kudo që janë, domethënë që lidhen me shtetin e Kosovës, që kanë lidhen me shtetin e Shqipërisë, është e drejtë shqiptarëve kudo jashtë Kosovës, jashtë Shqipërisë, t'i duan njësoj, madje për shembull për Lugina e Përshevës, ose edhe për shqiptarët maqedonian në Maltezi, për shkak të historisë përbashkët në këto 100 vitet e fundit, kanë shumë arsye me dashur më shumë Kosovën se sa Shqipërinë, rrjedhimisht edhe flamurin e Kosovës me dashur më shumë se sa flamurin e Shqipërisë, edhe pse
e drejt e tyre është me të dashtë të dyja këto, sepse në këto dy shtete, shqiptarët e bëjnë jetën e kombit, e bëjnë jetën domethënë sovrane, ku vetë vendosin për të drejtat e tyre dhe askush nuk vendos për ta.